po të vendos gjykatë si vetëm mbi bazën e provave të dhëna nga prokurori, nuk është gjykim. Çdo emër mund t'i vëmë të gjykimi jo, ose të hyjë prokurori në një derë sallë ku hyn gjyqtari, ndërkohë që në një radhë thuhet që prokurori me avokatin dhe i Pandeuri është i barabartë, pra duhet të trajtohen si të barabartë përpara gjykatës. Në rasti konkret, prokurori hyn në të njëjtën derë që hyn gjykata dhe gjykatësi ja merr me flesh të gjitha mendimet që ka prokurori në lidhje me një hetim që ka bërë ose kërkesë që ai kërkon, qoftë në masa sigurimi apo dhe dënim. Çdo gjë me copy paste, çfarë ka shkruar prokurori, shkruan dhe gjykata pas një arsyetim logjik që mund të rrihet çfarë ka thënë avokati. Nuk e gjen fjalën e avokatit në asnjë vend, fjalën e Pandeurit në asnjë vend, fjalën provat e të Pandeurit dhe të avokatit nuk gjenden në asnjë vend në vendimin që shpall gjykata.